Keni probleme me kujtesën, konsumoni këto ushqime dhe do befasoni. Disa vlera ushqimore të veçanta ndihmojnë në memorje më të fortë. Magnezi, i cili ushqen trurin, mund ta gjeni tek midjet, arrorët dhe bishtajoret. Vitamina C nga ana tjetër ndihmon në qarkullimin e gjakut në trup. Të pasura me të janë kivi, domatet, kumbullat dhe agrumet. Vitamina E përmirëson qarkullimin e gjakut në tru. Ushqimet që e përmbajnë këtë janë farat e lulediellit, bajamet, vaji i ullirit dhe lajthia. Zinku mbledh dhe largon substancat toksike nga truri duke i nxjerrë ato jashtë organizmit ton. Gjithashtu, acidet yndyrore të omega 3 janë shumë të rëndësishme. Nëse në dietën tonë ne përfshijmë edhe ushqimet e detit, farat e linit do të marrin një sasi të konsiderueshme.